Sektori i punëve të brendshme Tetov ka ngritur kallëzim penal kundër 2 personave nga fshati Përshovc i Tetovës për shkak të dyshimeve se kanë kryer veprën penale, keqpërdorimi i detyrës dhe autoritetit zyrtar. MPB sqaroi se i dyshuari i parë 42 vjeçari me inicialet I.E, duke punuar si operator i futjes së të dhënave në qendrën për punë sociale të Tetovës. Më datë 2 qershor 2022 dhe 5 tetor 2022 ka lëshuar mjete të paligjshme në shumë totale prej 155.500 denarësh. Në emër të denoncuarit të dytë, 31 vjeçarit me iniciale J.E, MPB sqaron se ato mjete i dedikoheshin një personi tjetër në bazë të vendimit për ushtrimin e së drejtës për pension social. I denoncuari i dytë ja ka dhënë në dispozicion të dhënat e tij personale, përkatësisht llogarinë e tij të transaksionit të denoncuarit të parë me qëllim që të fitojë në mënyrë të kundërligjshme mjete financiare në shumë totale prej 155.500 denarësh. MPB po ashtu ka theksuar se i denoncuari i parë ka qenë i lidhur në mënyrë të paligjshme me llogarinë e transaksionit të denoncuarit të dytë me qëllim që të kryhet pagesë e paligjshme.